Mimoza Ahmeti ka arritur të bëjë për vete një numër të madh fancash që kur bë pjesë e fermës. Ajo ka pranuar dronin nga fytyrat e njohura duke përkrahur atë dhe lojën e saj. Por si shumica e grave shqiptare, edhe Mimoza ka sakrifikuar për fëmijët e saj. Vajza e saj ka shkruar një koment ku ka zbuluar anën e saj njerëzore. Ajo përshkruan Mimozën si maman ideale, duke zbuluar se Mimoza ka sakrifikuar çdo gjë për to dhe se pavarësisht problemeve ekonomike, ka bërë të pamundurat që vajzat të mos ninin asnjë mungesë, duke i shkolluar në institucione private dhe duke i siguruar gjithçka, madje edhe duke prevuar edhe veten e saj nga jetesa komode apo daljet. Më tej vajza poetes sqaron se ajo ka qëndruar për 20 vite e vetme, pa krijuar një martesë tjetër vetëm për t'i përkushtuar asaj dhe motrës. Për të gjithë kuriozët, Mimo ka qenë mama ideale, ka sakrifikuar për ne çdo gjë. Ne kishim gjithmonë më shumë rroba dhe tualete se ajo, në shkolla private pavarësisht problemeve ekonomike dhe nuk dilte fare, e kishim gjithmonë në shtëpi. Nuk ka marrë dashurinë që meritonte në martesë dhe prapë ndeti 20 vjet vetëm për mua dhe motrën. Mami e meriton qiellin plot me drona dhe parashuta. E bën kastile që të shkoj ta takoj se i kam marrë malli dhe nuk u takuam dot vjet sepse nuk arrita dot të shkëputem nga puna, kur ajo ishte pushim nga universiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Mimo e ka menjë tek çuna, duhet të kuptoni që ajo po bën show dhe nuk është fare karakteri për dal. Përkundrazi, ajo vlerëson martesën dhe familjen mbi çdo gjë. Ishte shkrimi i vajzës së Mimozës. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.